tjerat tha se dojnë të hapur. Natyrisht se ka pas edhe të kalumen oferta, ndonë se konsideronim që kjo përmbyllja e kësaj procedurës për konstituimin e parlamentit, kjo nuk do duhet të futej në oferta në marrëveshje për shkak se është një proces i cili është i ndomë prej formimit qeverisë, por edhe atëherë lëvizja vetëvendosje karshi vendimeve që nxirrte gjykata kushtetuese ka bërë hapa konkret në kuptimin e krijimit të një marrëveshje apo marrëveshje me partitë politike, ju ka ofruar pra edhe lidhës demokratike, edhe nismës socialdemokrate, pra të fatmirëlimës, por kemi pas një hezitim nga Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe për shkak të atij hezitimi edhe refuzimi, nuk ka pas një marrëveshje për të ecë përpara. Të shohim tani, jemi në situatë krejtësisht tjetër, pra afatet kohore tash janë të përcaktuara dhe nëse ka një vullnet të partive politike, në këtë radhë Lidhës Demokratike, të nismes, pra pa listën serbe, sepse nuk bëjmë koalicion me listën serbe, atëherë do ta kemi një qeveri, e cila qeveri do të përmbush detyrat dhe obligimet e veta karshi kërkesat qytetarëve. Pra e bie që opsionin më të mirë e shihni me LDK-n dhe me Nisman. Po këte kemi... Me që edhe paraprakisht ka pasur bisedime me to. Këte kemi pas, pra edhe paraprakisht këtë ofertë vazhdojmë ta kemi, sepse një gjë është e sigurt, sovrani nuk na i ka dhënë kësaj radhe sikur në 2021 pra votat e mjaftueshme që të kemi për themelimin e qeverisë, për formimin e qeverisë, pra gjithsesi që na ka dhënë sinjalin që duhet të kemi një koalicion bashkëpunim në një parti tjetër opozitare. Udhëheqësi Togolli, në rast se Lidhja Demokratike e Kosovës sërish e ka përgjigjen e njëjtë për një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, ashtu sikurse edhe Nisma, pse përjashtohet mundësia për një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës? Jo, një koalicion me Partinë Demokratike nuk do të ndodhë, këtë e kemi thënë, është shumë e qartë, nuk është thonë veç sa për të thënë, por kemi thënë me vetë dije se në këtë fazë, në këto zgjedhje nuk ka koalicion me Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike është në një situatë në cilën ka kryetar, po shumë zëra tjerë kryetar në hije edhe nuk ka në një leadership që mund të llogarisësh, që kur të thot po, del po, shumë herë ka thënë po, e ka dal jo, kështu që i duhet një reformim, i duhet një situatë e kohë tjetër, ku eventualisht do të mund të mendonte edhe lëvizja vetëvendosje për ndonjë bashkëpunim. Në këtë fazë ku jemi në këto zgjedhje, pra e përjashtoni në mënyrë të tretë. Nuk mund të ketë për shkak se edhe ata vetë janë deklaruar që nuk janë të gatshëm, por paraprakisht ne kemi thënë që nuk jemi dakord dhe nuk jemi të mendimit që është e nevojshme edhe është e shëndosh një bashkëpunim i tillë. E qartë, Zotri Togolli, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit ditare. Faleminderit.